Tre mënyra si të përdorni hithrat kundër dhimbjeve të artritit dhe reumatizmës. Keni dhimbje të kyçeve. Hithra është një zgjedhje shumë e mirë lehtësuese. Lëngu i hithrave të freskëta mund të jetë një ndihmë parandaluese kundër këtyre komplikacioneve dhe të rrisë gjithashtu përfitimet në shëndetin tuaj të nyjeve. Me këtë lëng, ju nevojitet një filxhan çaji me hithra të freskëta dhe 2 filxhan lëngu me ujë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mbani doreza gjatë pastrimit të hithrave dhe i lani ato me ujë të bollshëm. Më pas, hidhini në tenxhere dhe i lini të marrin val, uleni zjarin dhe lini të zjejnë për pak kohë. Menjëherë më pas skulloni lëngun dhe konsumoni. Shtoni mjalt nëse dëshironi të keni një pije intensive dhe më shumë përfitime në dobi të organizmit tuaj. Lëngu i hithrave mund të përgatitet gjithashtu edhe nga gjethet e thata. Merrni një lugë çaji me gjethet e thata të hithrës dhe hidheni në një çajnik me rreth 2 gota ujë. E zjeni për 10 minuta. Më pas shkulloni lëngun, shtoni mjaltin për ta ëmbëlsuar dhe me ndihmën e kanellës do të shtoni edhe përfitimet e saj. Lëngu duhet të konsumohet i ngrohtë. Mund të konsumohet 1 ose 2 gota në ditë për sa kohë e ndjeni veten mirë dhe nuk merrni medikamente të caktuara. Lëngu i hithrës është i fortë dhe ka efekte të menjëhershme në organizmin e njeriut. Për shkak të flavonoideve dhe karotenoideve, vitaminave dhe mineraleve, hithra është veçanërisht e pasur me nivele të mira të magnezit, madje më shumë se sa barishtet dhe zarzavatet e tjera. Flavonoidet dhe karotenoidet, që gjenden me shumicët e hithra dhe te lëngu i saj, mund të ofrojnë edhe më shumë vitaminën C, që japin kësaj bime efikasitet të plotë lidhur me fuqizimin e sistemit tuaj imunitar dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Aplikimet të ndryshme të hithrës janë në paqe efikase dhe në lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj përdorimet të tilla të hithrës, sipas ekspertëve të Healthline, janë një nga përzgjedhjet më të mira efektive në lehtësimin e problemeve të organizmit dhe rritjen e rezistencës së tij. Shtimi i hithrave në menun tuaj ditore do të luajë një rol pozitiv në lehtësimin e komplikacioneve dhe gjithashtu rritjen e përfitimeve në shëndetin tuaj. Ndër hithrat më të përdorura janë ato për gatime, gjithashtu edhe në formën e çajit, që vlerat që do t'i japin organizmit do ta përkthejnë atë në një nga produktet më fantastike për shëndetin. Kjo bimë është të përdorur për shekuj me radhë edhe për simptomat e alergjive, veçanërisht ato të shkaktuara kryesisht nga poleni dhe nga pluri. Hithra, falë vlerave të larta ushqyese që ajo përmban, ajo është e përdorur në trajtimin e problemeve të veshkave dhe të infeksioneve urinare. Lëngu i tyre është shumë efikas gjithashtu edhe për qarkullimin e duhur të gjakut dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, përdorimet të tilla të hithrës thuhet se japin rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve. Por së fundmi, një studim i kryer nga Universiteti i Plymouth doli në përfundimin se hithra mund të jetë një ndihmë shumë e mirë edhe për personat të cilët të vuajnë nga shqetësimet e artritit. Personat të përfshirë në studim vunë re se pas aplikimit të pastës me hithra, patën gjithashtu një përmirësim më të mirë të shëndetit të tyre, duke qetësuar dhimbjet dhe duke parandaluar kështu inflamacionet. Gjithashtu ata vunë re se dhimbja ishte më e pakët gjatë trajtimit me këtë produkt. Por përveç funksioneve të tilla, hithra është një alternativë e çmuar në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, përfitimet të tilla të hithrës do të jenë një nga vlerat më të çmuara në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Por pse hithra është kaq e mirë kundër dhimbjeve të artritit? Sipas të dhënave të mbledhura nga studiuesit e Universitetit të Plymouthit, dhimbjet e personave që vuanin nga artriti u qetësuan në sajt të përmbajtjes së lartë të serotoninës dhe histaminës të pranishme te hithrat. Këto të dyja substanca janë neurotransmetorë të cilët dërgojnë në tru sinjalet e dhimbjeve. Nga ana tjetër, hithra konsumohen në formën e lëngut të shtrydhur ose të çajit do të paktësojë gjithashtu nivelet e larta të acidit urik në trupin tuaj.
Ky acid prodhohet kur organizmi tret proteinën dhe akumulon në nyje dhe në kocka, duke shkaktuar kështu inflamacione dhe dhimbje të forta të tyre. Por si mund ta konsumoni hithrën për të trajtuar dhimbjet e shkaktuara nga artriti? Metoda e parë e trajtimit është të ta aplikoni atë direkt në zonën ku keni dhimbje të forta, një pastë me gjethe të hithrave të shtypura. Pra, mjafton të shtypni në mikser gjethet të njomat të hithrës dhe me pak vaj ulliri të lyeni zonat ku keni dhimbje. E mbani aty për 5 deri në 10 minuta dhe më pas e pastroni me një letër dhe shplani mirë. Nëse nuk e duroni dot të djegjen karakteristike të hithrave ose shikoni që lëkura juaj reagon ndaj trajtimeve të tilla, mund të përdorni metoda të tjera. Mjafton të konsumoni gjithashtu një lugë gjelle me lëng hithre të njoma, të paktën 3 herë në ditë. Për 15 ditë me radhë, rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike dhe do të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet të tyre. Hithra është një prej produkteve më të mira ushqyese në dobi të shëndetit, dhe si e tillë duhet të përdoret në varësi të nevojave tuaja dhe gjithashtu rezultatet që do të keni prej tyre do të luajnë një rol fantastik në rigjenerimin e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, siguroni që hithrën ta keni pjesë të recetave tuaja ditore, duke ditur edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ka. Por nëse jeni duke marrë medikamente të caktuara përpara përdorimit, gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj përkatës në rast se hithra është e përshtatshme për ju në këto situata të tilla. Shtimi i hithrave në menun tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu në një mburojje të vërtet ushqyese në shëndetin e përgjithshëm dhe gjithashtu edhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Hithra është bima më e mirë e sezonit. Hithra është një bimë e egër barishtore që ka një kërcell me gjethe të saj të dhëmbëzuara me një push vërtet të imët, e cila të djeg në prekjen e parë, por përfitimet që do t'i ofrojë ajo shëndetit do ta bëjnë atë një prej elementeve më të rëndësishëm ushqyes në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Edhe më herët, hithrat janë përdorur për të trajtuar një sër komplikacionesh që lidhen gjithashtu edhe me problemet e imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve të organizmit. Por studimet kanë konkluduar se hithrat përmbajnë përbërës që mund të ulin inflamacionin. Hithrën mund ta gatuani si sallatë me vaj ulliri dhe limon ose ta kombinoni edhe në byrek, në supa ose edhe në salca të ndryshme. Dhe shija e saj do të jetë vërtet unike në dobi të organizmit. Mos anashkaloni gjithashtu pa bërë ndonjë ushqim të shijshëm me konsumin e hithrave, ose mund ta kombinoni në formën e çajit, të pijeve ose në maska të freskëta dhe hithra është e pasur me hekur, me kalium gjithashtu edhe me element të mirë të magnezit, të vitaminës A, vitaminës D, vitaminës E, B dhe K, duke dhënë kështu rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Hithra, sipas Healthline, cilësohet si një nga produktet më unike me vlera të çmuara në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Nëse vendosni hithrën në menun tuaj të përditshme, atëherë do të fitoni një pamje më të freskët. Ajo është efikase në lehtësimin e problemeve të anemisë, qarkullimit të dobët të gjakut, astmës, diares, radikaleve të lira dhe gjithashtu kundër shqetësimeve që mund të shkaktojë artritin në nyjet tuaja. Hithra është një bimë praktike me përfitime të larmishme në mbrojtjen e organizmit. Gjethet e hithrës ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve nga inflamacionet dhe nga kyçet dhe japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët e Healthline cilësojnë një zëri se hithra duhet të përdoret me kujdes në recetat tuaja ditore dhe ndikimet që do të merrni prej saj do të luajnë një rol fantastik në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Duke e përdorur hithrën në të mirë të shëndetit tuaj, atëherë ndikimet e saj në organizëm do të jenë të menjëhershme dhe do të rrisin gjithashtu rezistencën e shëndetit tuaj. Hithra është një bimë praktike me shumë përfitime dhe si e tillë duhet të përdoret me kujdes në mënyrë që vlerat që jep organizmit ta bëjnë atë një prej recetave më fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij.
Sigurohuni ta përdorni me kujdes atë në të mirë të shëndetit tuaj të nyjeve dhe jo vetëm. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, edhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.